Dhoma e ullët e Parlamentit francez, Asambleja Kombëtare ka miratuar një projekt ligj me ndikim të gjerë shoqëror i cili synon të ndalojë aksesin në rrjetet sociale për fëmijët dhe adoleshentët në moshën 15 vjeç. Nisma vjen në kuadër të përpjekjeve të autoriteteve franceze për të forcuar mbrojtjen e shëndetit mendor dhe emocional të të miturve në një epokë të dominuar nga përdorimi intensiv i teknologjisë dhe platformave digjitale. Projekt ligji u mbështet nga qeveria dhe u miratua me një shumicë të konsiderueshme votas. 130 deputet votuan pro dhe vetëm 21 kundër. Ky rezultat tregon një dakordsi të gjerë politike mbi nevojën për masat më të rrepta ndaj ndikimit që rrjetet sociale mund të kenë tek të rinj, veçanërisht në lidhje me varësinë digjitale, bullizmin online, ekspozimin ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme dhe pasojat negative të vetvlerësimit dhe shëndetit mendor. Sipas përmbajtjes së projektligjit, platforma e rrjeteve sociale do të detyrohet të vendosë mekanizma efektiv për verifikimin e moshës së përdoruesve, duke parandaluar krijimin e llogarive nga fëmijët në moshën 15 vjeç pa autorizim. Megjithatë, detajet teknike të zbatimit pritet të sqarohen më tej. Autoritetet kanë paralajmëruar se përgjegjësia nuk do të bjerë vetëm mbi prindërit, por edhe mbi kompanitë e teknologjisë, të cilat mund të përballen me sanksione për çdo shkelje. Pas miratimit të Asamblesë Kombëtare, projektligji do t'i kalojë për shqyrtim Senatit, ku pritet të diskutohet më tej mbi aspektet ligjore, praktike dhe etike të zbatimit të tij. Debatet në Senat pritet të fokusohen veçanërisht në balanca mes mbrojtësve të fëmijëve dhe respektimit të lirive individuale, si dhe sfida që lidhen me kontrollin real të moshës në hapësirën digjitale. Nëse ligji miratohet përfundimisht, Franca do të bëjë vendi i parë europian që vendos një kufi të detyrueshëm moshe për përdorimin e rrjeteve sociale. Një hap i tillë do të poziciononte Francën si lidere në rregullimin e platformave digjitale dhe mund të shërbejë si model për vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ku diskutime të ngjashme janë tashmë në zhvillim. Kjo masë është një prioritet i shpallur i presidentit Emmanuel Macron, i cili e cilësoi votimin si një hap të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për mbrojtjen e brezave të rinj. Macron ka theksuar në mënyrë të përsëritur se shteti duhet të ndërhyjë për të kufizuar ndikimet e dëmshme të teknologjisë tek fëmijët, duke argumentuar se liria digjitale nuk duhet të vijë në kurrizë të shëndetit dhe zhvillimit të tyre. Ndërkohë, nisma ka nxitur edhe debate në opinionin publik dhe mes ekspertëve, disa prej të cilëve e shohin ligjin si një mjet të domosdoshëm mbrojtës, ndërsa të tjerët shprehin shqetësime mbi zbatueshmërinë dhe efektivitetin afatgjatë të tij. Megjithatë, autoritetet franceze këmbgulin se ky është një hap i nevojshëm për të përshtatur legjislacionin me realitetet e reja digjitale.